Qytetarët që agjerojnë gjatë Ramazanit duhet të praktikojnë 3 racione dhe të konsumojnë ushqim më të lehtë gjatë periudhës kur është e lejuar të hanë, rekomandojnë dietologët dhe mjekët. Sipas tyre, më rëndësi është që të evitohet ushqimi i yndyrshëm që është i pasur me krip. Veçanërisht është e rëndësishme edhe ajo se çfarë pije konsumohet gjatë kësaj periudhe. Duhet evitohen ashtu edhe pijet diuretike siç janë kafeja dhe çaji i zi, pasi që në këtë mënyrë do të eliminohen mineralet dhe uji, këshillohet të konsumohet vetëm ujë natyral ose ujë jo i gazuar dhe të evitohen pijet e gazuara, pasi që ata përmbajnë sheqer dhe zakonisht krijojnë edhe gazra pas një kohe. Uji duhet të konsumohet gradualisht, do të thotë që nga iftari deri në syfir pa ndërprerje dhe jo të konsumohet direkte në syfir gjysmë litre ujë të themi, pasi që do të kemi eliminim të menjëhershëm dhe do të kemi ndjenjë të etjes së parakohshme. Gjithashtu rekomandohet që të përdoren drithra integral, ato energjinë e lirojnë më ngadalë dhe në këtë mënyrë evitohet ndjenja e urisë. Për qytetarët e besimit musliman që agjerojnë vlen rregulla standarde. Së paku gjatë periudhës kur lejohet konsumimi i ushqimit të konsumojnë jo vetëm ushqim, por edhe sasi më të madhe të lëngjeve dhe veçanërisht të kenë kujdes nga tipi i ushqimit. Të mos jetë ushqimi i vështirë dhe të mos hanë tepër, për shkak se më tutje mund të kenë pasoja në shëndet. Mjekët rekomandojnë që të evitohet qarkullimin në periudhën më të nxehtë të ditës me qëllim që të evitohet mundësia e kolapsit.